unë nuk besoj, edhe mendoj që tash, edhe pse unë më herët kam kërkuar dorëheqje, por kur nuk ishin këtë rrethona që janë sot. Sot, nëse jepet një dorëheqje, do të dëmtohet LDK-ja, pra unë mendoj se LDK-si duhet një debat i brendshëm, një dialog, i mençur, i urt, pa tensione, që nuk e besoj se do të ndodhë për fat keq, sepse njerëzit që janë aty nuk e kanë këtë sens, edhe mendoj që do t'i duhej një debat i vërtet edhe në kryesit LDK-s, edhe në Këshill Përgjithshëm, edhe në Kuvend, po edhe në përdeg. Pra në gjitha kryesit e degëve do t'jetë një debat që të shihet me urtësi se si do të zgjidhen këto probleme, sepse nëse shkojmë në këtë mënyrë, siç po shkohet, vetëm duke rënë, për fatin e keq tonin gjithve që kemi qenë LDK, ka rrezik që ajo të shkon drejt shuarjes. Pra, është tepër tragjike për Kosovën që një parti që kaq shumë i ka dhënë Kosovës, që ka tradita kaq të mira, që ja ka hapur gjitha dyert për ta arritur pavarësinë e saj, sot vi në këtë nivel edhe të diskutohet se ajo mund të shkojë edhe drejt shuarjes së plotës saj. Është shumë tragjike për ne. A besoni se një farforme në këtë lloj shpërfaqjes e rikthimit të kësaj krize brenda LDK-s ka mundur të ndikoj edhe pjesa e rikthimit të Osmanit, por që u kamuflua paksa në pjesën ose në kohën afër zgjedhjeve, por në anën tjetër edhe ditëve të fundit vetofrimi i LDK-s për një koalicion të mundshëm me lëvizjen vetëvendosje. Saktësisht po i referohem një deklaratit të nënkryetarit Lutfi Haziri. Unë mendoj se kishim pritje më të mëdha për zonën e Osmanit. Unë mendoj se pritej një rritje më e madhe e LDK-s. Gjatë prej momentit kur ajo e kreu mandatin si presidente, u shpërfaq në një formë tjetër që se kanë prit shumë elektorati ynë, pra u shpërfaq në atë kuptimin që ishte shumë interesuar për interesat të veta personale, për një karrierë e tjera, jo aq shumë për parimet, për frymën rrugoviane, për Kosovën e tjera, dhe kjo ndikoi që LDK-ja të kishte një rritje vetëm 3%, pra ndikimi i Vjosa Osmanit ishte ky 3% që jo më shumë se kaq. Pra ishte një zhgënim i madh i gjithë ne që kemi pritur edhe një qasje tjetër, po edhe një rritje më të madhe. Gabimet e saj janë plot, themi, por që ajo nuk zgjodhi asnjë figurë rrugoviste ta merrte në atë mini listën e saj, pra zgjodhi vetëm figura që s'kishin të bënin pothuajse fare as me LDK-n, kishin qenë parti tjera e tjera, edhe kjo ndikoi që të ketë një rezultat kaq të ulët. Pra, po pjesa e vetofrimit për një koalicion